ose Bleta Regja lindi më 30 gusht 1989 në Brooklyn nga një familje shqiptare me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Babai i saj, Flamuri, nga Dibra, punonte si mjeshtër picash në New York. Nëna, Bukuria, u rrit në një familje shqiptare nga Gostivari. Muzika, gjuha dhe rënjët ishin gjithmonë pjesë e shtëpisë së tyre. Në moshën 8 vjeç filloi të luante bori. Ja mësoi vetes dhe thotë se ky instrument i zhvilloi dëgjimin. Më vonë mësoi edhe kitarë dhe piano. Që e vogël mbante fletore plot tekste dhe ide këngësh. Në shkollë u dallua në një konkurs talentesh dhe aty e kuptoi se skena ishte vendi ku duhej të ishte. Më pas u përfshi në grupe që prodhonin muzikë dhe nisi të ndërtonte stilin e saj. Kapërcimi i madh erdhi kur shkroi The Monster për Eminem dhe Rihanna. Kjo e futi fuqishëm në industrinë botërore. Pastaj nisi karrierën solo dhe solli hite që e bën një nga zërat më të njohur të popit. Bebe ka qenë gjithmonë e hapur për origjinën e saj. Ka folur shpesh për rrënjët shqiptare dhe për familjen e saj. Në intervista dhe skena të ndryshme ka treguar krenarinë për vendin e prindërve dhe ka përmendur kulturën që e ka formuar. Ky qëndrim ka bërë që shumë të rinj shqiptar jashtë vendit ta shohin si shembull të suksesit. Ajo ka ndikuar në rritjen e famës së artistëve shqiptar në botë. Ka hapur rrugë për një brez të tërë vajzash që po ndjekin muzikën me vetbesim dhe pa frikë. Ka sjellë te publiku ndërkombëtar historinë e një vajze me rrënjë të forta shqiptare që arrin majat me punë dhe talent.